As part of our October visit to the Mirdita region of northern Albania, our guide Nick Nicoli took us to Marfana Kula, a traditional stone fortress home in the village of Blinisht. Located along the old trade route connecting Prizren, Mirdit, and Shkodër, it was built by Marfana's great-great-grandfather in 1870. It was lovingly restored in 2024 by Austrian Marianne Graf as part of her wider project to revive the region's traditional architecture and village life. The Albanian kulas serve as both home and fortress, a place of family honor, protection, and hospitality. Every stone and beam still tells a story of resilience, resistance, and the deep-rooted values of the highland families. Inside, we could feel the continuity between past and present, between the Albania that Marianne Graf came to help rebuild, and the centuries-old traditions that people like Mark are keeping alive today. Mark's is one of the best-preserved kulas I've ever seen, complete with a traditional sitting room, fireplace, and woven carpets. The old windows, just big enough for guns to defend the home, have been preserved, while new ones let in sunlight and stunning mountain views. Mark is a respected local historian and guardian of Mirdita's heritage and told us about the kula's history and present life. Apo na kallzoni, ku jeni ju, ku jemi ne, edhe kur është ndërtu këtë shtëpi? Unë jam Mark Marfana. Këtu fshati im quhet Blinisht. Jam lind në 1958. Kjo kull është ndërtu në vitin 1870, që është përfundu, kjo është nis 5 vite ka bon ustajt për me ndërtu. Gjatë kohës, këto kemi ardhur duke e riparu, se kjo ka qenë ma, këto dyshemeja ka qenë me drasa më të largëta, ka pas, se ashtu ka qenë koha. Pastaj baba em ka punu, edhe i ka mu një shtroj, si themi ne, të më të mirë. Për koha, evoluon koha, edhe janë ba. Pa kush kanë qenë ato njerëz pare që kanë ndërtu në 1870? Kush janë stërgjyshe, katërgjyshe? Gjyshi jem, Frok Preni, babaj Preni edhe Frok Preni, këta kanë qenë të vogël, kurse këtu është ndërtu nga Prend Nrec Marfana. Do më thënë kastragjyshi im. Kastragjyshi. Dhe kjo ka ardhë mësë nej gjatë kohës i mori parime se këto dollapet, pengjeret, si thëmi ne, kanë qenë të vogla, si që është kjo këtu. Përpush? Po, përpush, gjithmonë. Kjo, janë edhe ato frangjit, ato janë, nuk i kemi shpuar, po kanë venin e pushkës. Sa venit pushkës kanë qenë? Këtu janë 2 vene, aty ke i dollapi, kurse këto janë 1, 2, 3 copë janë për me mbrojt anën këti. Do thot, a keni pas dritare pengjere, veç për drita? Po, kjo lloj forme, kjo është ruj identiteti, ka shi vogël ka qenë, që mos të rrije armiku për të godit. Ta ketë më të vështirë atë. A keni jetu ju këtu? Po, si s'kam jetu. Unë kam jetu deri në vitin 1987. Kam qenë 30 vjeç. Kam pas një dhomë të vogël këtu, aty ke cepi, kur jam martu unë. Pastaj e kemi prish, sepse kështu jardë koha, e prishim, e zhvillum. Sa keni qenë antar, kur ju keni si fëmi? Në si fëmi kemi qenë 8. 8? 5 djem edhe 3 vajza. 8 fëmi? 8 fëmi. Tani, a janë ardhë nuset në qatë koha? Nuset kanë ardhë e imja e para, pastaj vlezërve me radhë, edhe unë kam dali pari, si jam vllai parë, kam pas ndërtu një shtëpi këtu afer, po i takoj aksi i rrugës për Kosovë,
këta rrugë s'kombit, edhe u prish ajo, u dëmtoi sepse e dëmtoi rruga, edhe vllai tjetër e kam këtu afër. Aha. Me çfarë punë, çfarë ekonomie? Ne kryesisht kemi punu në kooperativë. Bujqësi. Bujqësi, po. Okay. Për shtetin, do thotë. Po, për shtetin. Pastaj kemi dalë, unë kam punu 15 vjetë kam punu në gjeologji. Ah. Po, unë. Edhe pastaj kur hini demokracia, kam punu si shofer, me autobus, me... Tani jam pension. E qysh ka qenë që ato vite gjatë periudhës e Hoxhës? Shiko. Qysh ka qenë jeta? Jeta ka qenë, me të thënë drejtën, shumë e vështirë. Por, tani siguria ka qenë, me të thënë drejtën, siguria. Ishte, sepse ishte regjimi, po sigurinë e kishte, të jetës e kishet sigurt. Tani ekonomia ishte shumë e dobët. Dyqanet nuk kishin shumë furnizim, lek ishte i pak leku. Edhe Qysh ka qenë punë, do thëtë ju, krejt çka keni punu, ju keni dhënë shtetit? Po, kemi dhënë shtetit, shteti na ka dhënë, po pak. Punoj 7 ditën, do më thënë 8 orë, 10 orë, edhe të merrshe 100 lek. 100 lek të vjetra, tani 100 lek të vjetra, sot janë gati 1000 lek. 1000 lek janë një birë. Një birë. Kështu i bje llogaria. Në qatë koha, diqysh keni mujt një farë gëzim, ku keni gjetë gëzim, ku keni gjetë shpresa, disponim në qato vite? Për shpres, tani ne s'kishim vetëm, që të themon, kur banim në i dasëm, a në i gjansë, për me shtetin jo, sistemi komunist ka qenë shumë i egrë. Ka qenë i zhvillim i luftës klasave në kulm, shumë i rëndë. Do më dhe ka arrit që ka nda vlajt me vlajnë. Vlaj me vlajnë nuk kanë shkuve. Kështu që ka qenë shumë e vështirë. Këtu, pastaj ka qenë një periudhë që kjo kulla ime ishte mes të rrugës, po shikoni ju, këtu ka qenë një agjensi transporti. Edhe ngelshin familjet e dënumëve, ngelin aty, s'kishin makinë, vishin nga Berati, nga Tirana, nga Shkodra, nga gjitha anët e Shqipërisë, tuke burgu i Sfaqit, dhe vinin këto, zoti shtëpis, baba im, hajde, i thët. There's a heart-wrenching story tied to Marfana Kula, just 7 kilometers away from Spach prison, a notorious forced labor camp and political prison in northern Albania, which operated from 1968 to 1990 under the communist regime. Built in a remote mountain valley near Mirdita, it held thousands of men accused of opposing the state, intellectuals, clergy, workers, and ordinary citizens labeled as enemies of the people. Prisoners endured brutal conditions, starvation, and backbreaking labor in the nearby copper mine. Do thot, që na kallzoni më detajisht se do thot, njerëz kanë shku me vizitu familje që kanë qenë burg. Po. Edhe nuk e kanë lanë me hi deri vonë natën. Deri vonë, po. Edhe tani janë met në terë. Janë met në rrugë. Në rrugë. Në shi, në borë. Unë e kam përjetu vetë. Që e kam jetu vetë kur kanë ardhur familje të dënuarsh, vishin pa qarape. Ja u linin fëmijëvet ke burgu. Bilisi i tha, baba im i tha, ku i ke lënë mërë qarapet? I tha ti, po ja lash djalit, tha se s'kishte qarape. Edhe kishte arë zbath. Ka heq, pastaj se unë isha i martuar, ka heq gruaja qarapet si i mbante, narket, edhe ja ka dhanë. Jo, i thota jo, merri, gjinaf. Do thot, sa vjet keni funksionu si një farë shtrehie? Këtu? Ja. Po këtu ishte e vazhdueshme kjo punë, nuk ishte punë një vit derisa myll kampin 90-ën. 90-ën pasane u myll hini demokracia, s'kishte nevojë mamës. Qysh ka qenë qatë vit, 91-shin? 91-shin. A viti 91 që
një periudhë e kohës që edhe njerëzit u gëzuan se hyri demokracia, po edhe që një kohë shkatrimi. U shkatruan fabrika, uzina, u bani një organizim. Sepse shteti i lëshoj frenat e pra hiku komunizmi erë demokracia, po s'kan di çka me bo ma para, nuk i rujtën objektet. U prishën. Gradualisht, mësën njerëzit fillun duke e kuptu, po ishte vonë. Shumë keni hektu në Shqipni, shumë historie vështire. Boll kanë heq. E tash njerëz, a ke, për shembull prej familjes, a janë jashtë, a kanë shkuar, ku janë? Po, kam vllajn e tretë, kam në Anglia me letra, ka qenë me letra greke, edhe ai jeton në Angli, kam një vlla tjetër e kam në Itali, kurse 2 vëllezër tjerë i kam këtu, njëri janë në Tiranë, tjetrin e kam këtu afër. Jemi të shpërndam. Sa fëmijë kanë bo familjet? Unë kam 7. 7? Po. Wow, okay. Kam 4 goca, 3 çuna. Goca çuma. Kurse vëllezërit tjerë kanë nga 2, nga 3. Kanë ma pak ata. E çka po mendon për ardhmërinë e këtyre fëmijëve? Unë tani, për ardhmëria e fëmijëve tani janë të lirë. Se ne në atë kohë s'na liten kush me lëviz. Su tani fëmijët, një djalë kam atë voglin e kam në Gjermani, pa dokumenta është, po me punën. Djalin e madhe kam këtu me Nikën në bashki, atë të dytin e kam punën në mekanik, minjere, e ardhmi atyne. A kanë dëshirë njerëz me jetu këtu? Sa përqindje e rënive po dojnë me shku jashtë? Pjesa ma madhe kërkojnë me hik jashtë. E ku është destinim ma i theksun, ma i dashur? Destinimi është Gjermania, Anglia, Gjermania sidomos, është sepse paga është shumë e mirë atje. A shkojnë në Itali? Edhe në Itali ka, pëse. Në Itali, në Greqi, unë kam punu vetë në Greqi, kam punu 8 vite. Si do i masha fëmitën, me qarë rrugë do i masha, kam punu 8 vite në Greqi. Atëherë, kur erdhe rruga e kombit, jam këthy këto se mu prej shpeja, gjeta punova, kam punu me autobusat Amerikan, kim punu 3 vite këto. Po që një periudhë shumë e mirë, për ne që shumë e... Krahës që ka Po, ishte shumë, ishte pagesa e mirë, mërshë 1.100 euro, 1.200 euro. Ishte... Këllon grujën këtu? Po, grujën ishte ke shpeja. Shka me bo? Ku të punota, në kooperativë. Kooperativa u myllë, familjare. E tani ju keni mill ushqim për vetin, bujqësi keni go vetë? Po, bujqësi, sa e kemi tokë pak në këto. Kemi nga 3-4... Veç për vetin? Veç për vetin, një kopsht, sa me ashtu. Nuk kemi tokë shumë. E qka, ju jeni ka qafër Kosovë? Po. Qka keni mendu gjatë viteve të hoxhës, komunizmit, qka keni mendu për Kosovë? Kosova një gjë këtu të një. Kosova, unë kam në Kosovë, kam ca njerëz të mirë, po ata kanë hikë në Amerikë edhe nuk imi që kanë dalë nga kjo kullë. Një nga ata, vëllezërit e këtuhës, kanë hikë e dalë janë në katunin marmull në Bishtazhin. Gjakovës. Gjakovës. Mirë, po nuk kemi... Pa të nërë një nga Gjakova, e kërkoj këtu, mirë po sigurimi nuk e la. Erdi kërkoj me taku babin tim, e kishte porosit ata që shko ke filan kull, a jeton njëri, se e majnin men ata. Ka ardhë këtu me e kërkue, edhe sigurimi i shtetit nuk e ka leju. Tani simi
takue. E dim si vend, po ne na s'kena shku. Për Kosovën, një gjë tani, unë për Kosovën kam përshtypjet më të mirat. Pse do thoshti? Këta janë më të mbledhun. Janë më të mbledhun si popull, janë më të edukuar politikisht. Shumë. Me çfarë ngjojmë për televizionet, unë kam qenë në Prishtinë, kam shku vetë me makinë në aeroport, kam qenë në Gjakov, kam qenë në Deçan. Kam qenë në Deçan, ke një familje, patëm që martu një vajzë për i këtu, e pa ta shohur me makinë. Pritje speciale. Pastaj, Kosova ka vuj për liri, na nuk kemi vuj. Na s'kena vuj për liri. Ne nuk na ka shtyp një i huj, na ka shtyp i joni. Po, kemi shtyp vetë-vetën na. Kurse Kosovarët kanë vuj nga Serbi, kanë probleme shumë të mëdha ata në krahasim me ne. Po, përgjithësi, Kosova ka një rregull, ka një kënaqesh me hinë marketet e Kosovës, unë kam shku në Prizren. Kënaqesh me hinë aty, me etiketa, me gjana, jo mallë s'ka dumë. Këtu ke ne abuzohet shumë. Tasha jeton dikush këtu në Kulla? Këtu është vllai vogël. A jeton? Jo, nuk jetojnë këtu, se punon në Tiranaj. Edhe punën edhe shtëpi me Shiraj, po këtu do vije me jetu, s'ka ku të rrije. Tani po herë për një herë këtu. Pritet i banë marë. Po, kur vinë kështu njerëz, vinë se unë këtu rrej ke qyteza në Reps. Tu nalta, te qyteza vogël. Our Mirdita guide, Nick Nicoli, also took us to the church of Rubik, perched high on a hill overlooking the Fan River Valley. It's one of the oldest churches in northern Albania, surrounded by the remains of stone walls that date back to the early 13th century. After centuries of neglect throughout the Ottoman period and Albania's decades of communism, the church was lovingly restored in the early 2000s with support from Marianne Graf and her partners. Today it stands once again as a place of pilgrimage, prayer, and cultural pride for the people of Mirdita. Tu kemi kishën e Rubikut, e cila është një nga kishat më të vjetra në Shqipëri, e dokumentuar në vitin 1166, por që mendohet që ka qenë shumë më përpara. Ajo ka qenë fillimisht kishë benediktine, pastaj franceskane. E gjatë kohës e Hoxhës s'ka u bë gjatë kishë? U mbyll. Po për Fatmir nuk u shpall monument kulture për shkak se një nga ato vlerësuesit e mbrojti atë muralen që ishte, tha është diçka shumë interesante dhe vjetër dhe duhet ruajtur. Fati ka dashur që të mos rënohej edhe kjo. Tu kemi disa priftërin kryesor që kanë shërbyer në Shqipëri. Kemi Abat Prendoqin, kemi Gjergj Fishten, kemi Shtjefin Gjëqovën, që ishte nga Kosova më origjinë, por që ka shërbyer në Shqipëri dhe në kishën e Rubikut. Një pjesë të kapitujve të kanonit i ka shkruajt edhe në këtu. Po. Po. Nërsa ky është prift austriak, ka shërbyer në fillim të viteve, në fillim të shekullit 20. Fabian Barkata, po. Ky na la dy trashëgimi shumë të rëndësishme. Ka lënë një roman Lule, që ka flet për një histori tragjike, dashurie, të një vajzë dhe një djali në fshatin Katon 10 vjetër, dhe ne ka lënë Ditarin që ka flet për jetën si ishte organizuar në atë periudhë, çfarë hanin, çfarë vishnin, çfarë bënin kur kishte smundje të ndryshme dhe pra jeta sociale. Kisha, siç biseduam edhe në Infokull, është gjendet në këtë kodër piktoreske, në këtë shkëmb magjik, dhe është një nga më të vjetrat në Shqipëri. Rruga që të sjell këtu quhet Rruga e Paqes. Dhe siç patë edhe ju, janë stacionet e Krishtit për të shkuar në kryq. Gjitha stacionet me radhë që i pam këtu. Dhe gjitha janë bërë
gjitha këto stacionet edhe ky shtrimi i rrugës tu është bërë nga zonja Graf. Ndërsa rruga është asfaltuar nga bashkia. Aha, Në atë periudhë. vendit. Po, nga bashkia. Ktu ka qenë një bashkëpunim shumë interesant për t'i dhënë jetë dhe për të nxjerrë në pa vlerat. Çto murat e vjetra a janë kur janë? Këto janë, këtu ka qenë kuvendi. Ishte pjesa ku rrinte prifti, ku bëhej shkollë, sepse ka qenë kuvend franceskan. Mirë po, në komunizëm u lanë në mëshirë të fatit dhe sot është pak s'paku duke shkëtruar. Si kalu, t'ju një moftë. Tu jemi në hyrje, pra, tu është pjesa e kuvendit franceskan. Franceskan kanë pas kuvendet, të cilët edhe bënin mësim për priftërin të rinj. Mirë po kuvendi i Rubikut ka qenë edhe kuvend historik, sepse kanë bërë kuvende që kanë ndikuar në historinë dhe janë marrë vendimin në historinë e Shqipërisë, pra, për zhvillimin. Do thot në fillim kur kanë qelë këtë ndërtes për herë të parë, çato gurat kur e kanë qitë? Për herë të parë është këtu, kjo është më e vjetër. Çato murat, prej nga Këto, çfarë epokë janë? po këto kanë ardhur epokë pas epoke. Pra kanë ardhur sipas mundësive edhe kisha, në fillim ka qenë e vogël, por sipas mundësive edhe duke u rrit komuniteti, edhe duke u rrit mundësitë financiare, ka shkuar në këtë përmas që ka sot. Në fillimet, që siç do shohim, është vetëm ajo pjesa e vogël, e cila është një nga kishat më të vjetra në Shqipëri, është dokumentuar që nga viti 1166, ka qenë kishë benediktine e me pas franceskane. Arkitektura asaj përket stilit romanik, ndërsa afresket brenda dhe muralet stilit bizantin, që ka flet edhe për ndikimin e Bizantit në zonat tona. Kisha ka ardhur kohë pas kohë, duke u zhvilluar dhe duke marrë pamjen të cilën e ka sot. Fasada është rekonstruktuar në kohën kur drejtuesi franceskanëve ka qenë Padre Gjergj Fishta. Apsida, e cila me muralen e saj është muralja përmban vitin 1272, ka flet që është për shumë herët. Tani është dëmtuar disi, por nga Instituti i Monumenteve është konservuar dhe shpresojmë të mos dëmtohet më tepër. E gjatë periudhë i komunizmit çka është bërë me këtë? Për fat në periudhën e komunizmit, për shkak të muraleve dhe atyre që dinin t'i vlerësonin, që qëlluan këtu, kjo kish u shpall monument kulture dhe u ruajt pa u shembur. Si që votëre, kuvendi, pjesa kuvendit është shembur, nuk është mirë mbajtur. Po për fat ka qenë. Aty natë ka qenë këmbona, këmbanarja, që binde këmbona. Apo vinë tash njerëz këtu, dilave? Po vinë, ndonë se në numëri... Do thot keni një prift? Po, kemi priftin, dhe numëri i banorëve ka ardhur në rënjë vitet e fundit, shumë pak vjetë. Si në kretë bota, po? Po, çfarë vend me are këtu, dilave me... Po. Fabian Barkata, ai prifti austriak që diskutuam atje, këtë luginën këtu që e shihte për ditë, e quan lugina më e bukur në botë. Ai ka thënë. Ai ka thënë, jo. Ja. In the peaceful garden above the valley stands the Stone of Hope, a monument that speaks to faith, unity, and care for creation. Carved into the stone are symbols of three great religions, the Jewish menorah, the Islamic crescent, and verse from the Quran, and the Christian cross, united in their message of respect for life and the earth we share. Around its rim are engraved the names of cities around the world where Albanians have settled, linking faith, homeland, and hope across the borders. It is a simple yet moving reminder that peace begins with reverence for one another and for the planet that sustains us. All of this exists thanks to the tireless vision and dedication of Marian Graf and Skender Thaci,
whose work in Rubik and across Mirdita continues to inspire renewal, faith, and unity.